Përshëndetje të dashur miq. Sot do të gatuaj ballokumet. 1 kilogram e gjysmë miell misri, 8 kokra vezë, kemi 1 kilogram sheqer pluhur dhe gjalp sa e kam tundur dhe do ta vëm për të shkryer. Tani vazhdojmë nga puna. Vendosim gjalpin për të shkryer. Kemi ndezur gazin dhe e kemi vënë gjalpin që të shkrijë. Kemi marrë një robot kuzhine dhe do të shtojmë gjalpin. Kemi 500 ml gjalp të shkrirë edhe 1 kilogram sheqer. E shtojmë në robotin e kuzhinës. Shtojmë gjalpin e tretur. Shtojmë dhe 1 kilogram sheqer pluhur. Ndezim robot, i lëm të përzihen mirë derisa sheqeri të shkrijë mirë dhe të marrë një ngjyrë si të bardhë. Pasi e kemi rrahur për 15 minuta me rrahsen elektrike, është bërë një shkumë e bardhë. Dhe tani do të shtojmë vezët një nga një, duke i përzier për 2-3 minuta po me rrahsen elektrike. Shtojmë vezën e parë. Do shtojmë vezën e dytë. Përsëri do ta përziejmë për 2-3 minuta. Shtojmë vezën tjetër. Kemi hedhur 3 kokra vezë. E ulim përsëri kapakun. Shtojmë vezën tjetër. Bëjmë finjën. Kemi situr hirin e sobës dhe hedhim 2 lugë gjelle. Dhe tani do t'i shtojmë ujin e val. Dhe do ta përziejmë. Në qoftë se ju nuk keni hi, do t'i hidhni për 1 kile miell misri, na duhet 1 filxhan i vogël kafe me qumësht ose me finj. E lëm të kullojë. Shtojmë vezën tjetër. Shtojmë dhe vezën tjetër. Shtojmë dhe vezën tjetër. Shtojmë dhe vezën e fundit. Tani do vazhdojmë të shtojmë miellin pak nga pak. Kemi 1 kile e gjysmë miell misri, po do ta shikojmë sa do t'na marri, se varet nga madhësia e vezës. Shtojmë pjesë tjetër të miellit. Do t'i shtojmë dhe pak tjetër. Tani do të shtojmë finjën. Kemi 1 filxhan kafe me finj. Pasi e kemi kulluar, e përziejmë. Hedhim edhe pak fare miell. Tu ka ngelur rreth 100 gram. Kështu që e ka marrë 1 kile e 400 gram miell misri.
Tani vazhdojmë bëjmë ballokumet. Kemi hapur një letër kuzhine mbi tepsi dhe tani do të fillojmë të bëjmë ballokumet. Duart I kemi lyer me vaj. Edhe I vendosim në tepsi. Madhësia sa 2 duart. Sobën e kemi parangrohur më parë në 180 gradë. Dhe këto janë gati për në furrë. Vazhdojmë me tepsin tjetër. Kemi bërë dhe tepsin e dytë. Të heqim këtë, do vej dhe kjo në furrë. Ballokumet I kemi hequr nga furra. I lëm pak sa të ftohen dhe janë gati.